dhune, po në fakt shërben edhe për të qerë pak ftyrën e kësaj propagandës dhe kësaj arrogancës që ka arritur limitet sot. Për çështjen e Zvërnesit dhe të Nartës unë do flas pak më vonë dhe për qëndrimin tim për një betejë gjatë Partisë Demokratike, por sot dua të ngrej dhe të kërkoj edhe si zëvendës kryetare e Komisionit Parlamentar Stabilizim Asociimit, po njëkohësisht edhe si kryetare e Komisionit Drejtave të Njerëzit dhe mjeteve të informimit, transparencë për konferencën e 8 ndërqeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian. Ne nuk kemi asnjë informacion për detyrimet përmbyllëse, ne nuk kemi asnjë listë ligjesh që do diskutohen në parlament, ne nuk kemi absolutisht asnjë listë detyrimesh përmbyllëse për secilin prej kapitujve. Partia Demokratike nuk është numër këtu në parlament dhe të na thoni ky ligj është për integrimin, ky ligj nuk është për integrimin dhe hajde miratojeni. Ne duam një debat kombëtar për të gjitha detyrimet dhe ligjet që do kalojnë këtu në parlament. Ne duam transparencë, mbështesim të gjithë shqetësimet e shoqërisë civile, 30 organizatave që kanë ngritur dje për proces ligjor të hapur, për ligje që nuk duhet bëhen shpejt, që nuk duhet bëhen keq. Në emër të Partisë Demokratike kemi ngritur dhe një grup pune në Komisionet Drejtave të Njerëzit për të punuar për ligjet e medias, për të dhënë kontributin ton, por ne duam që ky proces të jetë një proces kombëtar, jo një proces i mbyllur, jo një proces politik i qeverisë, por një detyrim që e ka e gjithë shoqëria shqiptare. Jemi angazhuar me kohë për ta bërë këtë, kemi kërkuar në të gjitha instancat që kjo të ndodhi dhe të mos përsëritet ajo që ndodhi në shtatorin e shkuar. Kemi dhënë kontributin tonë për ndryshimet e kodit penal dhe nuk u morën parasysh, i ke detyrim aty një barë. Kemi dhënë kontributin tonë për shumë ligje tjera të cilat nuk janë marrë parasysh, i ke detyrime aty në i barë. Duhet që ky të jetë një proces gjithëpërfshirës. Në grup kapitullin e parë që është përgjegjës dhe komisioni që unë drejtoj, ne kemi kërkuar që në momentin e parë që të hapim një debat publik. Për median së pari, po njëkohësisht dhe për çështjet e tjera drejtave të njerëzit. Së dyti, i kemi bërë ftesë organizatës Reporterët pa kufi që do vinë do të raportojnë në parlament javën e ardhshme. Unë e kuptoj që kryeministri i Shqipërisë kërkon që ato të kenë një debat me të, po ato do ta kenë debatin në parlament me datën 22 qershor. Kushdo që është interesuar të bëhet pjesë, le të vijë atje. Kemi kërkuar një debat dhe me të gjithë organizatat e shoqërisë civile për kapjen e medias në Shqipëri dhe problemet që ka media. Por qeverisë shqiptare, parlamentit, i kërkojmë që të na sigurojë një listë të plotë të gjithë ligjeve që janë